Ta shpjell si rinizoj, e cila do ta shihni vetë edhe do ta ndëgjoni vetë, e cila prezentohet, e cila ka marrë ilaçet e na edhe është shëru plotësisht. Ja prapo e telefonojmë Zojën. Të përshëndes, a je mirë, si je ti? Jo qysh jeni a një Mirë, faleminderit. Ti që shpo kalon? Familja mirë? Mirë. Shqyqën mirë, krejt. E nderunem, unë po të marrë një intervistë, jam e interesune me ditë qysh ka shku puna, qysh keni pas probleme edhe sa ju kanë ndihmu këto ilaçet tona. Qika vogël ka pas probleme me helikobakter luks. I ka pi qato qajna edhe shumë mira, mo nuk ka problem. Qika e dytë, ka pas problem me veshka, ka pas dhe gjakderdhje. Ka pi qajnë, mjaltën edhe qushtin e bletës, shumë mira, është bile antibiotik i kanë qitë në Gjermani, nuk i ka bo hajë kur gjo. Kjo ilaçi juaj e ka shëru plotësisht, krejt. Faleminderit Zoja Ermëzia, po më vjen mirë. Zoti ju rujt e ju ndihmoft, pra edhe do me thonë me anën e mjekut edhe me antibiotika nuk ka pas sukses. Jo, në Gjermani, kur ka shku ka bo kontrolën, ka thonë qka ke përdor, thot shumë mirë, thot me antibiotik, ja, po kështu, thot ma më jam, ka shku të një grua në Kosovë, ka marrë, thot shumë jam mirë. Ka s'ki problema, kur gjë je pas të pastarë, kur gjë s'ki. Shumë po më vjen mirë, Zoja Ermëzia, inshallah kur nuk keni ma probleme, jeni të mirë se ardhur, na ju dëshirojmë shumë sukses. Po e nderune? Djetë më pas një mjeshtër për rrymë të shpjeri, edhe ata e kanë marrë, i dhim qimë bubrek, ja ku dha numrin tanë, edhe kisë me zotit të vaj vjen të ju. Faleminderit shumë, Zoja Ermëzia, respekt e inshallah gjithmonë keni sukses edhe shëndet, ju dëshiroj gjitha të mirë. Gjali ka pas probleme dur, për majësilit, e ka pi qajnë për me qitë jashtë majësilin, i ka ly me atë kremin, edhe mo nuk ka problem heq, as i kruhen dur, ta sen heq. Të li kremi ka përdojë, të li fnishti, të li ambit, shka më si kam dhanë mjekë, kur gjë si ka bëhaj, heq, që kënë i ju i qaj edhe qaj kremi e ka shëru djarë. Po më vjen shumë mirë, Zoja Ermëzia, jeni një person i drejt për drejt i cili tregon rezultatin që keni pas nga ona jonë. Shumë faleminderit. Juve ju falenderoj shumë që jeni kaq mirë me këto borë, në vesh vazhdoni se super është. Inshallah kush ka nevojë shërët, edhe të në të mirat t'i kom qenë mja po që t'kuj një jetën e me. Zotit rujt, faleminderit edhe na ju dëshirojmë gjithë njerëzve shëndet edhe juve gjithashtu gjithë familjes që na keni besu edhe keni ardhi, keni marrë këtu e inshallah çdo herë për të mirë ndëgjohemi. Kalofshi mirë e çdo të mirë. Ju përshëndes të gjitha të mirë. Natën e mirë, shumë faleminderit shumë e nderune. Kalofshi mirë shumë. Ja pra ndoqët rrëfimin e zonjës Ermëzie e cila është një fakt i gjallë e cila i ka marrë këto suplimente, këto gjana tonat edhe e cila jeton në Maqedoni e nderuara e tregoj pra realitetin edhe punën tonë dhe suksesin tonë. Jemi shumë falenderus nga ona e zonjës Ermëzie edhe të gjithë atyne të cilët na kanë besu dhe na besojnë edhe vini përdorin to suplimente të cilat janë të mrekullueshme. Atë që se ka bo shteti Gjerman, spitalet Gjermane, kem arrit nej në përmjet suplimentit me e batuj. Atë që nuk e ka bo mjekësia Gjermane dhe shteti Gjerman dhe shumë shtete tjera të cilat janë të umunu me këto ilaçet e tyre, po falë Zotit edhe këto bimbe që janë nga ona e Zotit dhurus, e i kemi mbledh edhe i zim, to suplimente kanë dhënë shumë efekt, si të Zoja Ermëzie edhe të plot klienta tjerë që vinë anë mban botës dhe kanë dhënë shumë efekt dhe kanë dhënë shumë rezultat.